Coach, very dramatic game and very dramatic win. You were behind 12 points, 8 minutes prior to the end of the game, and then you responded very well. What happened and what was the key of the win? This is playoff. There is a reason why Bora is in a semi-final. Somehow atmosphere in the last couple of days is that we are clear favorites, and I don't agree. You see the potential, you see the quality, individual quality in their roster, and it was a very challenging 40 minutes battle. Now it's only 1-0, we go forward. Overall, we are not happy how we play tonight. I think that we have potential to play better from some players, and I hope that we will show that in the next game in Saturday. Thank you very much. Thank you. Pra në pyetjen tonë ishit në minus prej 12 pikëve, 8 minuta para përfundimit të ndeshjes, dhe ju përgjigjet me një seri fenomenale, cili ishte arsyeja faktikisht Chelsea i fitores juaj. Tha po gjithsesi tha e uroj skuadrën e Borës për luftën të cilën e ka bë, lojtarët e tij për lojën të cilën ka bë, por nuk është i kënaqur, nuk është i lumtur me mënyrën se si kanë luajtur sonte. Tha para kësaj ndeshje është krijuar një përshtypje, një atmosferë se Bashkimi është favorit i hapur, ndërsa Bora jo pa lidhje, jo, me plot merit është në pozitën e tretë, dhe me plot merit e ka zënë pozitën në të cilën është aktualisht dhe ka arsyetuar atë vendin e tretë në fund të edicionit të rregullt. Prandaj tha duhet të kemi shumë kujdes, të marrim të mësojmë nga gabimet të cilat i kemi bërë sonte në këtë duel. Nuk ishte pra i lumtur me mënyrën se si kanë luajtur lojtarët e tij sonte, edhe këto do t'i përmirësoj në gjatë këtyre 3 ditëve. Megjithatë, me rëndësi tha është se kemi startuar me 1-0, asgjë tha nuk ka përfunduar, ky është vetëm fillimi, ishin fjalët e trajnerit Jović, ndërsa këtu atmosfera po vazhdon të jetë e jashtëzakonshme në palestrën Sezai Suroi, ku Bashkimi kaloi në epërsi prej 1-0 në seri, duke e anuluar atë minusin prej 12 pikëve 8 minuta para se të përfundonte ndeshja, dhe duke e fituar duelin me rezultat 73-70. Nga Unagon Femiu dhe Efekt Media që realizuan sonte këtë duel për Art Motion, kaq për sonte, e ju vazhdoni të qëndroni me Art Motion. Nesër mbrëma me fillim nga ora 19:30 nga palestra Minatori, ju sjellim duelin Trepça Pea.